Doktoresha, reumatizmin tashmë po e shohim edhe tek moshat e reja. Çfarë u shkakton kjo? Atëherë, është vërtet që incidenca e sëmundjeve reumatizmale është vërtetur në rritje dhe në moshat e reja. Kjo mund të vijë për shumë faktorë. Një nga faktorët mund të jetë fakti që diagnostikohen më herët. Dhe kjo për dy arsye. Domethënë, edhe sepse moshat e reja kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe vinë më herët për të kërkuar vëmendjen mjekësore, por edhe nga ana e mjekut është rritur vigjilenca dhe në qoftë se shqetësimet që më përpara mund edhe të mos merreshin seriozisht apo të neglizhoheshin, tani hulumtohen më shumë, investigohen më tepër. Nga ana tjetër, metodat diagnostikuese janë sofistikuar dhe në qoftë se më përpara ne kishim sëmundje që nuk arrinim dot t'ju vendosnim një emër, tani ju vendoset diagnoza shumë herë më shpejt. Ky mund të jetë një nga faktorët. Faktorët të tjerë që mund të kenë ndikuar është edhe pjesa e jetës moderne, domethënë bota në të cilën ne jetojmë. Ne përdit jemi të ekspozuar ndaj kërcënuesve ambiental. Ne përdit qëndrojmë këtu ulur. Edhe jeta sedentare, por edhe pjesa e kërcënuesve, faktorëve mjedisor, le të themi, domethënë ambienti me kimikatet e veta. Nga ana tjetër, përdorimi pafund që në mëngjes çohemi, lajmduart, shampot, kremrat, parfumrat, të gjitha këto mund të shërbejnë si stimuj për të nxitur sistemin imun. Nuk janë shkaktarët, por në një person të predispozuar gjenetikisht, është shumë stimuj në mënyrë konstante, në mënyrë të vazhdueshme, mund të provokojnë, mund të jenë si nxitës të sistemit imun për të hiperreaguar, për të hiperstimuluar. Tjetër është sigurisht është edhe jeta sedentare, mungesa e aktivitetit fizik. Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm për individin, sepse nëpërmjet tij ruhet mobiliteti i artikulacioneve, zbutet ngurtësimi i kyçeve të ndryshme, por nga ana tjetër edhe ul nivelin e stresit. Domethënë që gjatë aktivitetit fizik çlirohen hormone të cilat ulin inflamacionin kronik, atë inflamacionin që ne quajmë të vogël, por që është në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme mjafton për të nxitur sistemin imun që të hiperreagojë.